menova me ne, me qëndru nga njerë për shkak fëmijëve, ose me shku na i pushim për shkak fëmijëve, ato po. Ardita nuk e ke problem nëse shkon në këtë rast në pushime ju bashkohet edhe partnera aktuale e ish partnerit tënd? Ani, s'ka lidhje. S'ka lidhje. Nuk jam dakord me Arditën në këtë rast në pjesën që qëndron për fëmijët dhe duhet ta aktrosh, sepse për mendimin tim krijon një iluzion, krijon një jetesë gënjeshtër, krijon një mashtrim edhe për fëmijët pasi do të shkojnë që ti si e vërtet e lumtur, ndoshta në fillim do e kuptojnë, por më vonë do e krijosh trauma të tjera që do thonë Po Ardita, mendimin tim është thjesht përvarësi ekonomike në moment që ti ke një partner që ke krijuar familje dhe ke nevojë kur ndahesh. Jo, fjala Bruno, Ardita e kishte në kuptimin që pasi ndahesh, ke fëmijë dhe ndahesh pastaj me partnerin, bëhet ky raporti. Do të menajt më rallshëm me njëri tjetrin. Ky raporti me ish partnerin për shkak të fëmijëve duhet të mbahet. Me buzëqesh. Nuk mund të qëndrosh me të, kam fjalën si shok në një çati. Unë për veti po, kisha mujt. Edhe në një shtëpi? Në një shtëpi, në një banesë, te një vend ku ti ke kriju ato ndjesi, ke kaluar kohën më të madhe me të, përsëri do qëndrosh shok me të? Po. Në një shtëpi, Ardita mund për shkak fëmijëve unë. Për shkak të fëmijëve mund të ta përballosh që brenda një shtëpie të jetosh me personin që me jetu, jo me jetu. Jo, okay. Jo, me jetu, jo. Okej, është menova me ne, me qëndru nga njerë për shkak fëmijëve, ose me shku na i pushim për shkak fëmijëve, ato po. Po me jetu, jo. Mund të shkosh me ish partnerin në pushim për shkak të fëmijëve. Okej. Bruno, pse nuk po pajtosh edhe me këtë pikë që të bët një pushim me fëmijët dhe ish partnerin për shkak të fëmijëve, për hir të fëmijëve? Mos nuk felem femra. Nëse në qofse ki lidhje të reja të ndikon, apedem, po në qofse... Po tani nuk besoj se do qëndrosh gjithmonë si tu është single, mami single dhe dedi single në këtë rast, se do kaloni pushimet bashkë edhe një... Valla, për fëmijën e kësha boq mas. Do të bëni qesin në pushime e fëmijëve, do dini të 4 ose të 3 në këtë rast, edhe do të sjell dhe partnerin e re një ditë, ai bën plazh bashkë të 3. Qa ka lidhje? Nuk ka lidhje nëse shkon në pushim? S'ka lidhje. Momentin që unë jëm do me atë person, aty u konë diçka, ka shku diçka në Ardita rregull. nuk e ke problem nëse shkon në këtë rast në pushime ju bashkohet edhe partnera aktuale e ish partnerit tënd? Ani, s'ka lidhje. S'ka lidhje. Okej. Me marrëveshje çdo sa bëhet, fëmijëve mund m'ju thonë shoqja, na i sen, kur rritën me kuptu ata ma let e marrin. Shumë ma let e kanë, masi të rritën. Të vogël është mirë me pas kujdes sa të janë të vogël. Nuk e di si mund të bëhen fëmijë, do me thënë kaq thjesht pa... Do në zëre se s'ke pasur dashuri për partneri kur në moment që e shikon me një femër tjetër dhe thua, okej, hajtë mos e po nda në shtratin edhe gjithë jetesën me të edhe, ndërkohë mu më ka me fëmijët këtu, e kupton? Krijimi i fëmijës është diçka e shenjtë, e kupton, dhe të jesh Po që ata dush me boq mas për fëmijë.